Arbian Mazniku mor në pyetje për më shumë se 4 orë zbulohet çështja për të cilën po hetohet ministri nga Prokuroria e Tiranës. Prokuroria e Tiranës ka marrë në pyetje ministrin e shtetit për pushtetin vendor Arbian Mazniku. Mësohet se ministri Mazniku mor në pyetje rreth 3 javë më parë nga prokurori i çështjes. Arbian Mazniku, një herazi drejtor politik i Partisë Socialiste në qarkun Elbasan, ka dhënë shpjegime për më shumë se 4 orë në Prokurorinë e Tiranës lidhur me një hetim që po kryhet për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Dosja penale është çelur nga organi i akuzës mbi bazën e kallëzimit të bërë nga Belind Kliçi në kohën kur garonte për kryetar bashkia i Tiranës përballë Erion Veliajt. Bëhet fjala për rrugën Gjon Belushi në Tiranë, e cila ishte asfaltuar nga punojësit e Bashkisë së Tiranës në një kohë që tenderi ishte ende i hapur dhe nuk ishte shpallur asnjë kompani fituese. Pas denoncimit, tenderi fiktiv u anullua, ndërsa në Prokurorinë e Tiranës u kallëzua dhe Erion Veliaj me detyrë kryetar bashkie. Nga hetimet e deritanishme ka rezultuar se Arbian Mazniku në ato kohë në detyrën e nënkryetarit bashkisë ishte në cilësinë e autoritetit kontraktor. Për këtë arsye ai është thirrur në prokurori për dëshminë e tij. Burimet pranë prokurorisë thanë se janë duke vlerësuar nëse do të kalojnë dosjen për kompetencë të SPAK pasi ka të dhëna dhe indicie për kryerjen e veprave penale.